Rritja e një fëmie në Shqipëri po bëhet gjithmonë më e kushtueshme, ndërsa një nga zërat më bazike të shpenzimeve, ushqimet për fëmijë, ka shënuar rritje të ndjeshme të çmimeve gjatë vitit 2025. Sipas të dhënave të Eurostat për indeksin e harmonizuar të çmimeve të konsumit, inflacioni mesatar vjetor për ushqimet për fëmijë në Shqipëri për periudhën janar-nëntor ka qenë rreth 3.1%. Në të njëjtën periudhë mesatarja e Bashkimit Evropian ka qenë rreth 1.2%, çka do të thotë se çmimet në Shqipëri janë rritur më shumë se 2 fish krahasuar me BE-n. Ushqimet për bebe përbëjnë një shpenzim të domosdoshëm dhe të pandryshueshëm për familjet me fëmijë të vegjël. Ndryshe nga produktet e tjera të konsumit, këto produkte nuk mund të zëvendësohen lehtësisht apo të hiqen nga shporta mujore, duke bërë çdo rritje çmimi një barë direkte për buxhetet familjare. Të dhënat tregojnë se presioni mbi çmimet u rrit ndjeshëm gjatë pranverës. Në muajt prill, maj dhe qershor të vitit 2025, inflacioni për këtë kategori arriti nivele rreth 5% sipas Eurostat, duke reflektuar një përshpejtim të kostove për familjet me fëmijë. Edhe pse në muajt pasuese ritmet u ngadalsuan disi, çmimet mbetën në nivele më të larta se në fillim të vitit. Në nivel evropian, rritjet më të forta të çmimeve për ushqimet për fëmijë gjatë vitit 2025 u regjistruan kryesisht në vendet e Europës qendrore dhe lindore. Sipas të dhënave të Eurostat, Kosova shënoi normat më të larta me 7.7%, ndjekur nga Hungaria, Malta, Slovenia dhe Letonia, ku inflacioni për këtë kategori u luhat mes 4% dhe 6%. Në këtë kontrast, një pjesë e vendeve të Europës perëndimore si Franca, Belgjika, Danimarka dhe Finlanda shënuan inflacion negativ ose rritje shumë të ulta, duke reflektuar stabilitet më të madh të çmimeve për këtë kategori thelbësore.